Dhe pas takimit të liderëve, fokusi kryesor është te kuvendi, aty ku duhet të diskutohen pjesa më e madhe e këtyre çështjeve të cilat mbeten të hapura dhe për të cilat duhet të gjendet një zgjidhje që të gjitha këto tema të ecin përpara. Për të diskutuar më shumë për rolin e kuvendit dhe për të gjitha çështjet e tjera të cilat janë të hapura në kuvend, me mua në studio është kreu i kuvendit, zoti Afrim Gashi. Zoti Gashi, mirë se erdhët në këtë intervistë. Faleminderit për ftesën. Ju besoj vetëm pak orë më herët i keni dëgjuar të gjitha qëndrimet e liderëve të partive politike të cilët morën pjesë në takimin e liderëve sot. Duket se topi kryesor tani u la kuvendit për të gjetur zgjidhje për disa nga çështjet kryesore, sa i takon konkretisht edhe ligjeve reformuese. Si mendoni që do të vijojnë ose do të zhvillohen këto negociata brenda kuvendit? Do kisha dashur të nënvizoj dy elemente. I pari është nga informacionet që kam për takimin që ka rrjedhur brenda liderëve, ka qenë një takim shumë konstruktiv, mendoj që edhe nga deklaratat u tha edhe nga vetë pjesëmarrësit, dhe më gëzon shumë fakti që si demokraci po piqemi, dialogu është i hapur, kemi mundësi të ulemi, të diskutojmë, duhet ta kuptojmë se kjo është demokracia parlamentare, duhet shpesh të ulemi në tavolinë edhe me ata që nuk mendojnë si ne, dhe mendoj se kjo është një vlerë e shtuar, dhe ky fakt më gëzon. Dhe elementi i dytë, po më gëzon fakti që kuvendi po kthehet në një qendër ku do duhet të zgjidhen çështjet. Gjatë kohë kuvendi ka qenë vetëm çështje, si më tham, kolaterale, anësore, ku gjitha marrëveshjet janë bërë dikun tjetër dhe janë implementuar në kuvend. Më gëzoi shumë fakti që liderët janë marrë vesh që bisedimet konkrete për zgjidhjen e problemeve do të vazhdojnë nesër në kuvend në nivel të koordinatorëve për ligjet konkrete, për zgjidhjet konkrete, dhe unë i inkurajoj gjithë koordinatorët me atë energji konstruktive që kanë qenë liderët e tyre në tavolinën e diskutimit sot, të vinë nesër në kuvend, të vazhdojnë bisedimet dhe të sjellim ligjet që janë në interes të gjithë qytetarëve. Ju thatë që në një farë mënyre kuvendi bëhet qendër aty ku do zhvillohet debati, megjithatë unë ndoshta them të kundërt, ndoshta është vlerësim personal, por duhet patjetër një takim liderësh që të jap shtys punës së kuvendit. Edhe pse ne jemi demokraci parlamentare dhe debati kryesor duhet të zhvillohet në kuvend. Përse stafetën vazhdojnë ta kenë liderët për çështjet politike? Po, natyrisht, ky është sistemi politik në të cilin ne jetojmë. Kryetarët e partive e kanë pushtetin kryesor brenda subjekteve të cilat ata i drejtojnë, dhe natyrisht kur bëhet fjalë për dakordancë politike, do duhet liderët të merren vesh në parimet elementare, në premisat kryesore se si do të rrjedh procesi. Dhe unë mendoj që ky kombinim që është bërë sot, ku liderët takohen, bisedojnë, flasin, krijojnë një atmosferë pozitive dhe konstruktive, dhe u lënë pastaj koordinatorëve në parlament që të vazhdojnë të gjejnë zgjidhjet konkrete për ligjet përkatëse, mendoj se është mënyra më e mirë e funksionimit të demokracisë. Mendoj që kjo është si model i demokracisë, sikur që Maqedonia pak a shumë është e ngjashme me modelin britanik të një demokracie parlamentare, edhe atje në shtetet që kanë këtë sistem politik, kështu zhvillohen negociatat, bisedimet, dialogjet e kështu me radhë. Shihni se ky takim mund të jetë një rrugdalje nga ngërçi që ka kuvendi me Badenterin, duke pas parasysh këtu që BDI-ja në një farë mënyre pranoi se ka konsenzus ose marrëveshje për ligjin për shkeljet në trafik, dhe ndoshta është e hapur të diskutojë edhe për ligjet e tjera reformuese. Mund të jetë kjo siguri për një Badenter në të ardhmen në kuvend? Natyrisht, ju e dini edhe personalisht në takimet javore që i kemi me gazetarët, shpesh është hapur kjo çështje, dhe më është bërë pyetja e Badenterit, a kemi, as kemi, domethënë ju kam thënë gjithmonë, po e përsëris, se çështja e Badenterit ka të bëjë konkretisht me ligjet konkrete. Dhe në këtë rast, kur kemi të bëjmë me Safe City, me ligjet ligjin për kundërvajtje kështu me radhë, nëse kemi qasje konstruktive për të gjetur zgjidhje për të mirën e qytetarëve, mendoj se nuk duhet keq përdoret ai mekanizëm. Ai mekanizëm i Badenterit është menduar si mekanizëm mbrojtës për të mbrojtur të drejtat e etnive, e kombeve brenda vendit tonë, kështu që kur ulen në tavolinë, kur shihen në sy,
kur bisedojnë me njëri tjetrin, kur e shohin se s'ka energji negative, po ka dëshirë për dalje nga ngërçi, mendoj se shumë lehtë mund të gjendet zgjidhje dhe unë mendoj se sot liderët që kanë marrë pjesë në atë tavolinë kanë shfaqur edhe pjekuri, edhe i kanë përfaqësuar edhe gjithë qytetarët, po edhe subjektet e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. Pyetja ime e radhës është më shumë si politikan, si përfaqësues i vlenit ndoshta se sa si kryetar kuvendi. Kreu i BDI-s kërkoi takim të veçantë me kryeministrin Mickoski sa i takon edhe ligjeve reformuese. E shihni këtë si një rrezik për vlenin ose për të ardhmen e shumicës ose stabilitetit të shumicës parlamentare? Në asnjë mënyrë, përkundrazi, personalisht, tash pasi më pyetët në cilësinë e politikanit, mendoj që takimet sa më të shpeshta mes liderëve të partive, pavarësisht a janë opozita apo brenda qeveritare apo brenda opozitare, janë të dobishme. Kur qëllimi është pozitiv dhe ka përsynim që të dilet nga një ngërç, që të gjendet një zgjidhje e mirë, mendoj se nuk ka asgjë të keqe nga takimet, nga dialogjet, bile i inkurajoj dhe do ta përshëndesja një takim të tillë. Nuk mendoni që ka diçka të fshehtë pas asaj kërkese, duke marrë parasysh se këto çështje mund të diskutoheshin edhe sot përpara gjithë liderëve? Në asnjë mënyrë nuk mendoj se mund të ketë diçka të fshehtë. Edhe nëse ka diçka të fshehtë, politika është e bazuar në veprime, në numra, në procedura. Çfarëdo që merremi vesh fshehtazi një ditë duhet del hapur. Askush nuk duhet të ndjehet se duhet të rrijë në atë karikën e qeverisë përgjithmonë. Ne gjithë jemi të përkohshëm aty, duhet ta kuptojmë se një proces. Nëse dikush mendon se duhet bëjë një shumicë tjetër, duhet shkohet në zgjedhje, duhet vazhdohet me qeveri, gjitha janë zgjidhje legjitime dhe nuk duhet kemi frikë nga këto elemente, po vetëm duhet të zgjedhim mënyrën më parimore dhe procedurën e saktë për të ardhur deri te zgjidhja e caktuar. Kështu që mendoj se askush nuk duhet të ketë frikë nga takimet, nga dialogu. Çfarë nëse zoti Ahmeti kërkon zgjedhje të parakoshme në atë takim në këmbim të miratimit të disa ligjeve që për momentin i interesojnë shumicës? Po në çdo takim ka kërkesa, ka përgjigje, natyrisht për të shkuar në zgjedhjet parakoshme duhet 61 deputet të votojnë për zgjedhjet parakoshme, duhet ketë një nismë të atill dhe nëse ka ndonjë nismë të atill dhe vjen propozimi në kuvend dhe 61 deputet votojnë për, shkojmë në zgjedhje, por unë mendoj që nuk është mirë të shkojmë tani në zgjedhje, mendoj se qytetarëve u duhet stabilitet, ata kërkojnë të shojnë rezultatet qeverisë, të pushtetit lokal, sapo i mbaruam zgjedhjet, ne paka shumë duhet të çlirohemi nga kjo zgjedhjomania që na ka kapluar. Gjithmonë jemi në ethet të zgjedhjeve, mezi i presim, sa mbaron të dielën zgjedhjet të hënën, fillojmë me flasim për zgjedhjet e ardhme. Mendoj se duhet të koncentrohemi në punë. Partitë që fitojnë pushtetin lokal apo pushtetin qendror duhet të koncentrohen në punët e tyre. Nëse qytetari ka votuar që të jetë kryeministër, ministër, deputet, kryetar komune, prej ditës së parë duhet të angazhohesh maksimalisht që të realizosh programin të cilin e ke premtuar dhe jo të merresh me projeksionet për zgjedhjet e ardhme. Ky është shikimi im, natyrisht jam i bindur që plot njerëz nuk pajtohen, por pasi më pyetët për mendim personal u përgjigjem. Ti kthemi punës kuvendit. Keni bërë thirrje vazhdimisht që të ketë një zgjidhje për avokatin e popullit, sepse është një institucion që prej muajsh është i bllokuar. Liderët në takimin e sotëm deklaruan që janë duke kërkuar një zgjidhje kreative për këtë çështje. Sipas jush, keni informacione se cila mund të jetë zgjidhja kreative? Po zgjidhje kreative, mendoj nesër koordinatorët duhet të takohen dhe të flasin, të shohim ata çfarë do gjejnë zgjidhje. Mendoj se koha është shpata e Demokleut në këtë rast. Domethënë, nuk është se ndonjë parti insiston për ndonjë kandidat apo për diçka tjetër. Ajo që Vleni e ka emrin konkret që e propozon për kandidat për avokat. Po, emri ka kaluar në Komisionin për Zgjedhje dhe Emërime dhe është vendosur pika në rendite. Nëse duam që shpejt ta zgjidhim këtë çështje, duhet merremi vesh të dakordohemi për ndonjë çështje. Ka gjasa të tërhiqet?
Po nëse të rriqet, mendoj se ajo do të merr shumë kohë, do duhet të ketë shpallje të re dhe ajo mund na marr jo vetëm ditë e javë, ndoshta edhe muaj, dhe kjo do të ishte fatale për institucionin në fjalë avokatin e popullit. Sipas jush, cila mund të jetë zgjidhja kreative? Po të shohim koordinatorët nesër çfarë do të nxjerrin, çfarë do që ata dakordohen dhe nëse ata merren vesh, unë menjëherë jam i gatshëm ta konvokoj seancën dhe ta votojmë zgjidhjen kreative që ata do ta gjejnë nesër. E Majta foli për një opsion që avokati i popullit për herë të parë të jetë rom. Ka në listën e kandidatëve që janë paraqitur kandidatë rom dhe a mund të jetë kjo një marrëveshje e ardhshme mes partive? Nuk e di, nuk jam në dijeni për emrat që janë propozuar aty, por siç e thash, nëse duhet të tërhiqet një kandidat, do të na merr shumë kohë. Ajo ju mbetet atyre partive të merren vesh, natyrisht unë do ta pranoj çdo marrëveshje dhe sa i përket përkatësisë etnike, mendoj se është koha të çlirohemi nga këto elemente. Mendoj se cilësia duhet të jetë primare, natyrisht kërkesat e shqiptarëve ende për pjesëmarrje, për asa ju takon në pushtet qëndron dhe ne duhet ta bëjmë atë betejë, po mbi të gjitha mendoj se edhe kërkesa e votuesit edhe qytetarit shqiptar është për cilësi. Dhe mendoj se në shumë raste, më shumë na bën dobi një profesionist i mirë i cili u shërben gjithë qytetarëve, se sa një shqiptar që është i anshëm, partijak, militant, ignorant, apo jo profesionalisht mirë i përgatitur, se ashtu i bën dëm edhe shqiptarëve, edhe institucionet e kështu me radhë. Që kemi pasur gjithmonë raste të figurave politike në kryet e institucionit avokati popullit. Duhet ndoshta të kishim mësuar nga këto gjëra dhe të mos përsëritej. Pajtohem plotësisht me juve, por si duket kekuria politike po vije ngadalë. Keni marrë iniciativën për formimin e grupit të punës në kuvend, sa i takon ndryshimeve të kodit zgjedhor ose përpilimit të një kodi tërësisht të ri zgjedhor. Si po shkon ky proces dhe pak në lidhje me këtë do doja të diskutojmë edhe bisedimet e sotme që ishin sa i takon kodit zgjedhor, modelit zgjedhor dhe të gjitha këto. Fillimisht, deri ku është procedura për formimin e grupit të punës? Me njerë pas zgjedhjeve lokale, unë në koordinimin e parë kemi hapur bashkë me koordinatorët, kemi hapur temën e bisedimeve dhe formimit të grupit të ri për kodin zgjedhor. Në fillim pritëm nga qeveria lajm apo informacion se deri ku është propozimi i tyre, teksti i ri, a do të shkohet me tekst të ri për kodin zgjedhor apo do të ketë vetëm propozim ndryshime, dhe pastaj pasi inicuam këtë formim të grupit, erdhi edhe Ministri i Drejtësisë në kuvend, patëm një koordinim në kuvend, u morëm vesh që brenda janarit të partit të propozojnë emra dhe gjithashtu grupet parlamentare, grupet që nuk janë të organizuara si grupe parlamentare, por dhe deputetët që janë të pavarur do të jenë pjesë e atij grupit punues dhe besoj që nga pjesa e 3 e janarit mund të ulemi në takimin e parë që ta kemi tekstin bazë nga Ministria e Drejtësisë dhe në momentin që do ta kemi atë tekst sapo të formohet grupi, do të fillojnë diskutimet, punimet, vërejtjet, sugjerimet dhe kështu besoj që në një tempo me një dinamik të përshpejtuar mund të arrijmë të një mënyrë konsensuale të një kod zgjedhor i cili do të ishte në funksion të përfaqësimit sa më të drejtë të votës së qytetarit. Vlerësoni që ky grup pune duhet të ketë mandat edhe për të diskutuar për modelin zgjedhor? Nuk ka problem. Mendoj se ky grup mund për shkak se kërkesa është që të ketë janë të dërguar të partive politike, edhe u diskutua gjatë këtyre diskutimeve që i kishim edhe me Ministrin e Drejtësisë, po edhe mes neve si koordinator edhe kryesi e kuvendit, diskutuam që është mirë të kemi edhe ekspert nga partitë që i njohin modelet zgjedhore, dhe mendoj që mund të jetë edhe ajo një prej temave që do të diskutohet për përpilimin e kodit 3 apo për ndryshimet e propozim ligjit të kodit 3 zgjedhor. 3 partit
tjera më të mëdha ose koalicionet më të mëdha duket se janë për një njësi zgjedhore me prag zgjedhor dhe listat hapura. Vleni akoma nuk ka një qëndrim të përbashkët politik, duke qenë se në kohën kur ishin subjekte të ndara politike kishin qëndrime të ndryshme. Mendoni që si kryesuesi këtij grupi të punës do të mund të mbani balancin kur të vije diskutimi për modelin zgjedhor nëse nuk keni një qëndrim të koordinuar të nëse e vendosim si parim, paradigmë përfaqësimin sa më të drejtë, atëherë numrat, modelet, rastet ndryshme edhe në rajon edhe në botë mund të na çojnë te një model zgjedhor i cili do të ishte më i mirë. Edhe pse personalisht kam bërë disa herë analiza të modeleve të ndryshme zgjedhore, nuk ka model të përkryer. Gjitha modelet i kanë anët pozitive dhe negative dhe varësisht nga, si më thënë, përbërja e qytetarëve, shtetit, kështu me radhë. Nuk është se ndonjë model zgjedhor për vendin tonë do të ishte më favorizues për njërën parti apo për partinë tjetër. Personalisht, cili mendoni se është modeli më i mirë? Po nuk është se ka një model cilin unë jam i bindur se është më i miri. Secili model ka anë pozitive dhe negative. Unë mendoj se duhet të qëndrojmë te parimi. Nëse qëndrojmë te parimi i përfaqësimit sa më të drejtë, ata kemi parasysh si koncept, atë do ta gjejmë mënyrën më të mirë se si çdo qytetar mund të përfaqësohet në kuvend. Ideja kryesore e modelit zgjedhor është si të reflektohet realiteti politik e shoqëror në një kuvend prej 120 deputetëve. Domethënë 2 milion banor duhet ta reflektojnë vullnetin e 120 deputetëve. Dhe kjo është ideja, duke pas parasysh edhe përkatësinë gjinore, edhe përkatësinë rajonale, edhe etnike. Dhe kur i kemi parasysh këto elemente mund të arrijmë deri te zgjidhja. Unë mendoj se duhet t'i vendosim kriteret para modelit. Kriteret duhet na çojnë te modeli, jo e kundërta. Po për idenë e listave të hapura, keni dilema nëse është ide e mirë ose jo të zbatohet? Personalisht jam pro idesë së listave të hapura. Ajo, edhe kur kam qenë kryetari i partisë, kam qenë pro kësaj ideje, ajo e dobëson fuqinë e liderit edhe neve na duhet parti me demokraci më të fuqishme të brendshme dhe lider me pushtet më të dobët. Kjo e shëndosh demokracinë brenda vendit tonë. Kjo është bindja ime. Dhe unë mendoj se listat e hapura, edhe nëse dikush është i 10 në listë apo 20, nëse qytetarët e duan, do ta votojnë dhe ai kalon në bëhet deputet dhe jo nuk do varet nga lista dëshira e kryetarit apo kryesisë partisë e cila e përcakton radhitjen e deputetëve. Kështu që mendoj se është më demokratike dhe më e drejtë të vendoset si parim, edhe pse edhe këtu ka dilema. Unë kam diskutuar disa herë me kolegët tanë nga Kosova, të cilët e kanë modelin me një njësi zgjedhore dhe kanë listat e hapura. Ata e shohin shumë problematike listat e hapura. Nga aspekti teknik ose? Jo, nga aspekti përfaqësimit. Demokracisë ata mendojnë se një pjesë e madhe problemeve të jo stabilitetit politik i prodhon. Kështu që unë jam befasuar nga përgjigjja e tyre për shkak se kam qenë i bindur se listat e hapura janë shumë demokratike dhe janë mënyrë shumë e mirë për tu përfaqësuar edhe për tu reflektuar vullneti politik i qytetarit. Nuk më kanë, si me thonë, dekurajuar nga ideja, ende mendoj se listat e hapura janë një ide shumë e mirë. Një pyetje të fundit dhe shumë të përgjithshme, a do të arrijë kuvendi deri në qershor që të miratojë ligjet reformuese nga agjenda e reformave për të marrë mjetet të cilat janë paraparë nga Bashkimi Evropian? Po ne kemi në fokus agjendën reformuese, po dhe sa po na vinë ligjet nga propozuesi përkatësisht nga qeveria, ne i vendosim në rendite me njëherë. Jemi duke përgatitur edhe kalendarin e seancave plenare të komisioneve kështu me radhë, po inkurajojmë qeverinë që t'i bëjnë gati ligjet, por nga informacionet që i kemi, jo çdo ligj që kërkohet të reformohet, të ndryshohet dhe të sillet është i thjeshtë dhe si me thanë, duhet vetëm ndryshime kozmetike apo vetëm të bëhet një grem i ligjit.
Po shumica prej tyre janë reformuese. Pikërisht kërkojnë edhe ekspertizë, kërkojnë mendime të ndryshme, kërkojnë hapësirë që të inkuadrohen më shumë palë që të vim deri te zgjidhjet më të mira, kështu që jemi në dy korniza të cilat na i japin kahjen punës. E para është koha, e cila na rrin si shpatë mbi kokë, dhe e dyta është cilësia mbi të cilën Komisioni Evropian në fund do ta vlerësojë cilësinë. Ata nuk do të na japin mjetet dhe nuk do ta konfirmojnë ligjin vetëm nëse e kemi votuar pa i plotësuar kriteret e cilësisë të cilët ata i kërkojnë, dhe në fundit ato janë për interesin ton, janë zgjidhje të cilat janë të provuara dhe sprovuara në shtetet e ndryshme. Andaj unë jam i bindur që sa më shumë që kemi konsenzus rreth kësaj agjende reformuese, edhe do të jemi në shërbim të qytetarëve, do të jemi ligje sa më cilësore, po edhe do të kemi mjete që janë në pyetje disa miliona euro nga Komisioni Evropian që do të na shërbejnë për shëndetin tonë ekonomik e të mirëqenies së qytetarëve. Zoti Gashi, ju faleminderit shumë për këtë intervistë në Alsat. Ju faleminderit shumë për qasjen edhe për pyetjet. Rikthehemi me informacione të tjera në vazhdim.